Përshëndetje, mirë mbrëma. Është edhe pak vonë për mu që prezantohem në këtë orë të tarkës, po thash do ta bëj këtë video se kemi një rast tani të një personi që më ka kontaktu dhe po përjeton një gëzim të Kundalinit. Edhe ishte shumë interesante që unë përgjigjem në mënyrë publike që edhe në të ardhmen për çdo njeri që mund të përjetojë një gëzim të Kundalinit, ketë një informacion bazë, çfarë është, si është, dhe si të veproj në këto raste pak a shumë. Prandaj unë vendosa që ta bëj këtë video sa më shpejt, që ti përgjigjem sa më shpejt ti personi, dhe në të njëjtën kohë është edhe shumë e rëndësishme për njerëzit ose personat në të ardhmen që mund t'i ndihmoj shumë kjo video. Prandaj e vendosa ta bëj tani këtë video. Në mënyrë publike, me fjalë, jo private. Se edhe synimi jonë është që të ndrojmë informacionet me njëri tjetrin, përvoja jonë, dija jonë, njohuria jonë, që ndihmojmë njëri tjetrin. Kjo është e vetmja mënyrë që ne mund të ecim përpara. Tani, shkurt. Unë do flas sot pak për energjinë e Kundalinit. Pra, energjia Kundalinit, unë do flas nga eksperjenca ime. Para 3 vjetë dhe gjysë unë kam përjetu një gëzim të Kundalinit dhe edhe pak nga njohuria dhe nga eksperjenca e tjerëve kështu me radhë. Tani, Kundalini është një energji që është e rezervume ke shtyllën kurrizore, dhe në fund shtyllës kurrizore, në fund ke bishti pak më lart, afërsisht ke ajo zonë ke bishti poshtë, është fundi, aty kemi ne një në formë veze, energjia në formë veze, që është. Dhe kur kjo aktivizohet, kjo fillon e hypën sipër. Pra kemi dy boshte të shtyllës kurrizore, me fjalë kemi shtyllën kurrizore dhe dy kanale në mes, që janë në këtë formë. Dy kanale, dy vryma. Ke shtylla kurrizore kemi dy vryma. Me fjalë. Ose mund ta shohësh edhe kështu, por le ta bëjmë këtë pjesë dy vryma. Dhe kjo ke të dy vrymat, ke aty fillon e hypën sipër. Deri ke koka nalt crown chakra sipër. Kjo është fundi. Me fjalë, kjo është faza parë që aktivizohet dhe hypën. Kjo është e parë, procesi i parë. Por kur ne përjetojmë, me fjalë, kur kjo energjia që është e rezervuar, është mbyll, hapet ose aktivizohet, është në gjumë, po kur aktivizohet, fillon e jo vetëm ke shtylla kurrizore, por ka efekte të gjithë sistemit ton energjik, sepse është zinxhir, ku një pjesë aktivizohet ose lëviz, ka efekte edhe ke pjesët e tjera të komplet sistemit. Pra, shenjat, simptomat, përjetimi është ke çdo individ është i ndryshëm. Ke unë është ndryshëm, ke ty do jetë ndryshëm, ke një person tjetër ndryshëm. Pse? Sepse ne kemi të njëjtën strukturë, jemi të barabartë nga krijuesi na
ka kryu të barabartë, por bagazhi që ne kemi, bllokimet që ne kemi nga kjo jetë edhe nga jetët e tjera, ne i majmë me vete. Programet që na janë instaluar kështu me radhë, të mos të hym këtyre gjërave tani, na bëjnë ne që ne jemi pak të ndryshëm nga njëri tjetri në këtë kontekst. Dhe kur energjia zgjohet, ke ty të reagojnë ndryshe edhe ke unë ndryshe. Pra ti të kesh një përvojë tjetër nga unë. Prandaj nuk është njësoj. Po funksionimi dhe puna është, ose efekti është, ose baza ose arsyeja kryesore është ose funksioni është i njëjtë ke gjithë. Tani, kur kjo aktivizohet, le të themi që ne kemi bllokime, për shembull ke energjia, ke çakra e seksit, që është çakra publike, çakra e seksit para, se kemi edhe çakrën bazë mrapa, me fjalë. Se ka shumë tema, edhe nuk du të zjasëm edhe shumë ke kjo tani, se ashtu kalojmë deg edhe nuk jemi ke tema kundalini. Tani, le të flasim për çakrën e seksit para. Kur ke bllokime ke çakra e seksit dhe kur ke një aktivizim të kundalinit, atëherë kundalini nuk vazhdon rrugën lart. Pse? Sepse ka punë akoma ke çakra e seksit, për shembull. Do të përjetosh disa sindroma nga energjia seksuale, ose ca cikle të ndryshme të çuditshme nga energjia seksuale dhe nga mënyra përshtatjes e ciklit të menstruacioneve e kështu me radhë, ose seksit e kështu me radhë, sepse ajo ty ka ngec, ke para, se aty ti ke bllokime për shembull. Dhe ti aty do vazhdosh ke sindroma të tilla derisa kundalini të ketë marrë punë me çakrën e parë. Kur marrë punë me çakrën e dytë, atëherë shkon ke çakrën e parë, atëherë shkon kundalini ngrehet ke çakra e dytë. Kur marrë punë ke e dyta, shkon ke e treta, shkon ke e katra. Po kjo nuk bëhet në një herë, në një ditë, sepse ty të shkatron, ti vdes. Po kjo në këtë mënyrë, ti mund të edhe vdesësh, se nuk i përballon dot gjitha përherë. Prandaj kjo quhet edhe në fazë, zimi edhe për arsye të sigurisë, kjo bëhet në fazë. Përjeton diçka poshtë, nalt shumë rrallë. Kjo mund zgjasë tani me muj. Mund shkoj 2 muj që ti mund të kesh kundalimin, mund të punoj, është shumë inteligjente, mund të punoj me çakrën e parë, pastaj mas 1 muj e dyta, kur ka shumë bllokime atje, pastaj mas 2 muj ose 3 muj shkon ke tjetër, para mund zgjasë 6 muj deri një vit që të arri sipër. Në qoftë se ti ke shumë bllokime flasë, pra çdo situatë është ndryshe. Pra është në faza. Mas zimit e nuk hypën direkt që shpërthen. Tani, ajo edhe hypën direkt që shpërthen. Ka edhe shumë njerëz që janë elektrokutu, jo në mënyrën e elektrokutimit që kam marru, kam vdek, po elektrokutim nga terma biologjike që kam me fjalë, e kanë ndjeq që ka hyp komplet trupi është aktivizuar, ka hyp sipër dhe koka është truni, neuronet janë në fazën e elektrokutimit, lëvizjes. Këtë përjetim në këtë kontekst desha të them. Tani, pra, ajo varet nga bllokimet që ne kemi, nga jeta e kalume edhe nga kjo jetë. Edhe në bazë kësaj, kundalini funksionon ndryshe në çdo individ. Është ndryshe. Ke ty do jetë ndryshe, ke unë do jetë ndryshe. Kaq. Por energjia, sistemi jon
bioalkamik struktur, se kemi sistem bioalkamik, kemi trupin në energji, kemi edhe trupat e tjera kështu me radhë. Është i ndërtuar në gjeometri, në kode, në frekuenca, në forma, dhe është shumë inteligjent sistemi jonë. Pra, krijuesi ne na ka kriju në mënyrë perfekte që ne të vetë shërohemi dhe ne të vetë prodhojmë ilaçin që trupi ka nevojë. Pra, ne jemi një farmaci ose një fabrikë farmaceutike. E kemi mrend të instalu me mrend. Kemi edhe një kompjuter biologjik që është shumë inteligjent, që e din çfarë duhet japi, çfarë duhet marrë, çfarë duhet prodhoj, çfarë nuk duhet prodhoj, çfarë duhet eliminoj edhe çfarë duhet shtoj. E njëjta është edhe me energjinë e kundalinit. Është shumë inteligjente. Sistemi komplet, me fjalë, komplet sistemi i përbashkët është shumë inteligjent, saqë e din ku të shkoj, ku të ri, ku të futet e ku dali. Është shumë inteligjent. Pse e them këtë? E them këtë sepse unë shoh që shumë njerëz duan ta kontrollojnë këtë lloj energjie. Duan ta manipulojnë, duan ta ndryshojnë, bëjnë këtë. Gabim, kjo është shumë gabim. Sepse kur ti po përjeton një zim të kundalinit, zimi i kundalinit këty është bërë në mënyrë natyrale. Unë nuk ta shtypa butonin ty që u zgju. Një person tjetër nuk është se ta shtypi butonin që ajo u zgju. Pra ajo u zgju në mënyrë natyrale. Dhe ti nuk ke pse e kontrollon. Ti nuk ke pse mundohesh ta manipulosh edhe ta sfidosh edhe ta kundërshtosh ose ta luftosh. Sepse ajo u bë në një mënyrë natyrale dhe do shkojë në një mënyrë, procesi do shkojë në një mënyrë natyrale, pa ndërhyrje nga jashtë. Pra, është bën në një mënyrë natyrale dhe procesi do mbarojë në një mënyrë natyrale. Pra e them këtë se unë shoh shumë që duan ta kontrollojnë, duan ta manipulojnë, duan ta sfidojnë, luftojnë e kështu me radhë, po jo është gabim. Aq më shumë ose në fillim ti mund të bësh këto gjëra, po do marrësh një goditje më të fortë. Nëse ti mundohesh me kontrollu këtë lloj energjie, nëse kjo është zgju në fazat e para, ose nëse ti beson një njeri që thot, po, unë e trajnoj energjinë e kundalinit, unë merrem me këto punë, unë jam i aftë, jo kështu, jo ashtu, ti mund të mashtrohesh nga ai, por efektet janë nga mrapa, efektet janë akoma më të forta, sepse ti po mundohesh me kontrollu këtë lloj energjie. Pra, efektet janë më të forta, du të dalë këtu që do hash goditje më të forta në sistem se sa po mos ta kishe kontrollu. Po ta kishe lanë që kjo energji të bëj punën e vet. Dhe ti jesh edhe ndjenjë për procesin tani. Pra, nuk do kontrollu dhe nuk do manipulu, procesi duhet të jetë natyral, ti duhet ta lesh këtë lloj procesi që kjo lloj energjie është inteligjente, e din ku të ri, e din ku të vazhdoj, e din ku ka nevojë për pastrim, sepse kundalini, funksioni bazë i kundalinit është pastrimi i çakrave dhe aktivizimi i çakrave, pikat energjike të sistemit tonë që ne kemi. Kjo është baza e kundalinit. Pra, aktivizimi i çakrave dhe pastrimi i çakrave. Kjo është
funksioni bazë i energjisë së kundalinit. Prandaj nuk duhet kontrollu. Tani, në qoftë se ti, unë do t'jap një këshill nga ana ime, në qoftë se ti këngull prap, se thu kjo është shumë e çuditshme, unë po përjetoj gjëra shumë të çuditshme, trupi im po reagon ndryshe kështu me radhë. Qoftë se ti këngull, unë do të sugjeroj një këshill nga ana ime për trajnimin e energjisë të kundalinit. Kjo se është shumë e probleme, se është shumë e vështirë. Zimi kundalinit nuk është për gjithë. Zimi kundalinit mund të kalosh edhe në vdekje. Është shumë e fuqishme, po kur ti nuk je gati, kur një person nuk është gati, nuk është destinu për zimin e kundalinit dhe zimi kundalinit mund të aktivizohet. Tani, kjo nuk aktivizohet rastësisht, kjo aktivizohet me një domethënie, është planifikuar, është programuar, sepse trupi jot është i aftë ta përballoj. Po e them se një person nuk është i aftë ta përballoj, edhe me një zim të kundalinit mund të kalojë edhe në vdekje. Pse? Se se përballon nga gjithë anët. Nuk është gati, nuk është pjek, shpirti nuk është pjek në atë fazë. Edhe kështu me radhë, emocionet, trupi fizik, trupi mental, nuk është komplet, karikatura nuk është pjek në këtë formë, mund të kalojë edhe në vdekje. Në raste tilla, Prandaj zimi kundalinit bëhet vetëm kur ti je gati. Kur ti je gati, sepse mos i hy më shumë. Kur ti je gati, me pak fjalë. Po nëse ti don ta kontrollosh pak që ti je i sigurt se je në gjendje ankthi, je në gjendje depresioni, je me fjalë po degradohesh nga gjitha anët pak a shumë, unë do të sugjeroj ty që nga njerëz që mund të trajnojnë zimin e kundalinit, mund të advizoj ty vetëm nga njerëz që janë të aftë të futen në fushën kuantame. Çfarë do thotë kjo? Njerëz që janë të aftë të këtij niveli që futen në fushën kuantame, e para që duhet bëjnë për trajnimin e kundalinit, duhet të komunikojnë me veten tate lart. Quhet në anglisht higher self, your higher self. Ne nuk kemi veten tonë, është veten tonë lart, është je ti, po në një pjesë më të madhe, në një dimension më të madh lart që jeton në univers. Pra është vetja jote nalt, ose vetja jote më e madhe nalt. Pra je ti në dimension tjetër. Dhe ai nalt i di gjitha. Ai e ka se ti merr energjin nga ai nalt. Ti ushqehesh nga ai nalt, edhe ai e ka komplet në kompjuter sistemin tat. E ka si ke majat e hishave. Sepse je ti po në dimension tjetër. Pra, unë sugjeroj që ti të gjesh një njeri që është në gjendje të komunikoj me veten tate lart për advis ose këshill, a duhet ndërhy për të manipulu diçka ke energjia kundalinit apo jo. Pra me bashkëpunim me veten tate lart, që është në dimension 5 ose 6 ose 7 ose e kështu me radhë. Që është në gjendje të komunikoj me veten tate lart. Dhe në bazë të komunikimit me veten tate lart, që është nalt, your higher self, i thojnë anglisht, mund të nxjerrë një konkluzion dhe mund të bashkëpunojnë bashkë për të ndërhyrë ke sistemi jot. Kjo është mënyra më e sigurt për trajnimin e kundalinit. Për ndryshe, mos ju fut sepse do hash goditje më të forta. Mos beso njerëz që thojnë, po, unë kështu, unë ashtu, po, unë e trajnoj, unë e bëj, sepse unë punoj me bioenergji e kështu me radhë. Vetëm një pyetje bëj ti. Ti fuz, një pyetje bëj.
këtij personi që thot po unë e trajnoj, unë e bëj ose unë ta heq simptoma e ku ta di me radhë. Një pyetje bëj. Arrin të komunikosh me veten time lart që të bashkëpunosh në sistemin tim biologjik? Po ose jo? Nëse ai thot jo, atëherë mos ju fut. Sepse ai nuk mund të dalë më i zgjut se vetja jote nalt që të manipuloj energjinë. Jo. Kjo bëhet vetëm në bashkëpunim me veten tate nalt. Kur ai thot po, atëherë ai do komunikoj me veten tate lart, edhe do advizohet, i thot po, është kjo, edhe mund të bashkëpunoj edhe vetja jote nalt, mund të ulet poshtë dhe mund të punoj në strukturën tate biologjike ku ti ke nevojë për trajnimin e kundalinit. Pra, sugjerimi im është vetëm në këtë mënyrë. Në mënyrë tjetër, mos ju fut. Leje procesin të shkoj neutral, leje procesin bëj punën e vet, leje energjinë të bëj punën e vet, se është shumë inteligjente. Ka një arsye pse ti ndjen flak ke trupi, sepse ke shumë blok, sepse është në pastrim, është duke i heq gjithë. Sepse ti duhet kalosh në këtë fazë që të pastrohesh. Është pastrim. Është si puna lavatriçit, i fut gjithë rrobat mren, ke lavatriçja, që janë gjithë pis, i fut edhe ilaçin, edhe tani përzirje, është përzirje, përzirje. Po ajo do përzi, i fjalë rrobat do përzi që derisa ta heqin dhumin. Kjo do 1 orë, për shembull, ose 2 orë. E njëjti funksion është edhe me kundalinin. Kundalini do hypi, do zbresi, do bëj shplarjen, do hypi, do zbresi. Edhe gjatë këtij procesi ti do ndjesh simptoma, jo nxehtë, jo ftofët, jo çrregullime mendore, sindroma si pagjumësia, ushqimi, edhe nga ana seksuale, mund të kesh edhe sindrom seksuale. Në fjalë çorientime, ose mund të hiqet aktiviteti seksuale, ose edhe mund të shtohet shumë. Kjo faza shumë të çuditshme. Qa unë kam përjetu nga... Mos flas personal, të flas për përgjithësi. Nga kundalini mund të përjetosh edhe kontrollin përqendrimin. Nuk mund të përqendrohesh dot gjatë aktivitetit, në punë ose ku ta di. Këto janë simptomat kundalinit. Fizik, si me fjalë simptoma fizike. Zemra, kur ke bllokime ke zemra, mund ta japi zemra, goditje të fortë ke zemra, ose ke pjesë të organeve të trupit, mund të hash goditje fizike, sa mund të pusësh në tokë, mund të ulesh në tokë. Këto janë gjithë simptomat e kundalinit. Edhe shumë mund të kalosh në depresion, se ka efekt edhe psiqike. Edhe shumë të ndryshme, procesi i kundalinit. Është një proces që ti do t'jesh ndjeni që je në transformim. Transformim të mirës. Janë bllokimet e tuaja që ti ke, dhe energjia po bësh shplarjen, si lavatriçja, rrobat që po shplahen. Pra, duhet t'jesh në ndjeni për këtë fenomen. Gjatësimi tani, kur në qoftë se zgjimi i kundalinit mund të hypi shumë shpejt sipër, që janë tralla këto, mund të hypi shumë shpejt sipër, mund të arrijë truni, ti mund të përjetosh edhe disa ëndra të çuditshme. Ti mund të kalosh edhe mund të kalosh edhe në dimension gjatë ëndrave, ose gjatë meditimit, ose zakonisht gjatë ëndrave kur flet gjumë. Mund të kalosh edhe në dimension tjetër, shumë tani, mund të shohësh universin për herë, kështu paf, si sekond, që të çuditesh. Mund të bish në kontakt me entitete të dimensioneve të tjera.
Sepse ajo shpërthen aktivizon gjithë pjesët. Është një pjesë, është një moment i vogël në krim, sepse ti nuk je gati. Po këto janë fenomenet të kundalinit gjatë fazës të zgjimit. Mund të përjetosh edhe entitete negative që janë në univers, edhe rreth e përqar. Zakonisht në ëndër mund të hash edhe sulmim, mund edhe të gojnë në ëndër, mund edhe të sulmojnë. Pra, në qoftë se të vinë të dalin në ëndër, mos u trem, për shembull. Në qoftë se shef fenomene të tilla gjatë ëndrave, përjetimit të zgjimit, kjo është një nga edhe përjetimet e kundalinit, nuk duhet të tremesh. Pse? Sepse është proces. Është thjesht proces. As mos u trem, as mos e vrit me jenë, thjesht duhet të jesh ndjeni që ky është një proces, që ti do t'i kalosh këto faza, që ti shohësh, ti kuptosh, edhe bosh edhe dallimin pak a shumë. Pra nuk ka asgjë për të shqetësuar. Se universi plot, nalt është plot me entitete qenie pozitive dhe entitete negative. Pra, në këtë fazë ti mund të kesh, është fazë moment i vogël, pjesë e vogël që ti mund të kesh akses këtë dyja. Mund të shfaqen të dyja në të njëjtën kohë, edhe engjëllit, edhe demonët me pak fjalë, edhe pozitivet edhe negativet. Dhe mund të bësh edhe diferencën. Fenomenet të tilla me fjalë, pse? Sepse jenë në gjendje aktivizimit komplet sistemit. Sistemi është shumë i komplikuar, shumë i vështirë, shumë kompleks. Unë nuk jam i ekspert i kësaj fushë, po flas edhe pa nga eksperienca ime. Edhe nuk i kam hyrë se nuk ndjek të rrugë me fjalë. Rrugën e me fjalë të procesit ose të si ta shpjegoj me ca fjalë tjera, se nuk po më vjen për momentin. Me fjalë komplet funksionimin e sistemit, se është shumë i komplikuar me pak fjalë, mos ngjesim këtu kjo. Se nuk është edhe synimi i kësaj tani. Kjo me fjalë, kjo është kundalini, procesi. Tani kemi shumë për të folur, po nuk duhet ta zgjasë shumë se me mendu edhe shumë nga një pjesë, po do t'i mbledh më kryesorët. Kjo ishte me fjalë. Pra, ke çdo njeri është ndryshe. Një njeri mund të përjetoj simptoma të tjera nga tjetri, sepse është në bazë të blokadave që ne kemi. Tani, sa zjat kjo, sa zjasin këto sindroma, këto probleme, sa zjasin këto, ajo është në varësi të sistemit tatë, në varësi të zgjedhjes që ti të bësh, edhe sa ti e lufton, aq më shumë sa që ti e lufton, aq më shumë do zjasi. Sepse nuk ka vetëm bllokim, por ke edhe me mejen, ti edhe me mejen e lufton, edhe aty ngec akoma, nuk lën procesin që të vazhdoj. Pra e zjat. Mund zjasi me muj, por mund zjasi edhe me vite. Procesi mund zjasi edhe me vite. Pra ti mund t'jesh edhe në gjendje të rëndë shumë me vite. Pse? Sepse ti po e lufton, nuk po e lën, po e lufton, po e kontrollon. Kur ti do t'i kontrollosh gjërat, kjo është trupi jon mental, ego quhet, që do gjithmonë t'i kontrolloj, edhe ego gjithmonë nuk do të lëvizë nga zona e rahatis. Nuk do gjithmonë që të ndryshoj. Ego gjithmonë do të rrike zona rahatis që aty të ketë kontroll. Pra nuk do t'i lëshoj gjërat, kjo është trupi mental i joni. Pra kur ne e luftojmë kjo zjat më shumë. Kur ne jemi ndjeni për procesin, nuk duhet ta luftojmë, siç mund ndihmoj edhe kjo video që unë po shpjegoj. Na ndihmon për procesin që ta kalojmë shpejt. Në fjalë procesin e kundalinit. Tani, pse mund ndodhi kjo? Kjo ndodh sepse kjo nuk ndodh, ky lloj zgjimi i kundalinit nuk ndodh ke gjithë. Nuk ndodh ke gjithë se e para unë thash nuk janë gati, edhe e dyta, arsyeja e dytë është sepse ti ke një mision.
është një arsye sepse zimi i Kundalinit është bërë ke ty, ose është aktivizuar. Është një arsye pse ti je aktivizuar. Çdo gjë ka kohën e vet. Ti je gati për këtë. Ti je gati për këtë rrugë. Ti je gati për këtë mision. Ti je gati për këtë punë. Tani, kjo është në varësi të, kjo është proces zinxhiri në jetët e kalume që ti ke po, ti ke avancu, ti ke hec nga ana spirituale. Dhe në këtë jetë, kjo është një dhuratë për ty. Që ti të vazhdosh rrugën ku e ke lanë në jetët e tjera. Ose vazhdosh në një fazë të re të zhvillimit shpirtit edhe zhvillimit personal. Pra kjo është një dhuratë e jotja. Kjo dhuratë nga Zoti, dhuratë nga universi për të mirën tatë, sepse jo gjithë e kanë këtë shans ose këtë fat që përjetojnë një zim Kundalinit, sepse zimi Kundalinit është për të mirën tonë, është për më të mirën tonë, që për dhuratën më të madhe që Krijuesi mund t'japi këty zimi Kundalinit, sepse është po u zgju, nuk mbyllet më dhe është gjithmonë në lëvizje të aktivizimit të çakrave dhe pastrimit të çakrave, gjithmonë konstant. Nuk ta lën më. Pra kjo është një dhuratë, sepse ti e meriton, ti je gati. Nga që në jetët e kalume ti e ke bërë punën. Pra nuk është për gjithë. Zimi Kundalini nuk është për gjithë. Është për njerëz që janë gati, njerëz që kanë bërë punën, që në jetët e kalume e kanë bërë punën, kanë arrit deri ke kjo fazë, sa që ose në kjo jetë mund të vazhdojnë misionin, ose kanë ardhur këtu me u zhvillu nga ana e shpirtit, sepse me vazhdu rrugën me pak fjalë. Prandaj shif edhe në këtë mënyrë. Se shpirti kur inkarnohet këtu, automatikisht janë dy gjëra kryesore. Është shpirti që i merr me vete gjithë informacionin dhe automatikisht të gjithë informacioni sinkronizohet në ADN-n. ADN-ja ka influencë ke genet. Genet kanë influencë ke qelizat. Dhe kështu në bazë të qelizave ti aktron, me fjalë vepron, mendon, flet, aktron, në bazë se qelizat kanë japin efekt anës psikologjike, anës mentale, anës fizike, gjithë dhe kështu me radhë. Janë elektricitet. Pra është shpirti edhe është ADN-ja. Këto të dyja. Në bazë këtyre dyjave, ty të manifestohet çdo gjë në këtë inkarnim. Pra që është zimi Kundalinit e kështu me radhë, sepse i ke trashëgimu këtë dyja. Dhe kur ti ke trashëgimu këtë dyja, është proces zinxhir që me fjalë është destinu, është planifiku. Se përndryshe ti nëse shpirti nuk ishte gati, automatikisht edhe ti nuk mund të merresh një kod ose një lloj energjie ke ADN-ja që kishe efekt ke gjithë karikatura e sistemit. E shef, janë zinxhir gjërat. Kështu që njerëzit që nuk janë gati, nuk janë gati nga ana shpirtit, shpirti nuk është edhe aq i pjekëm, nuk është edhe ke ADN-ja, kodi ose energjia ose informacion nuk është edhe ke ADN-ja, që zimi i Kundalinit të bëhet, ti mundohu sa dush me zgju. Mund të mashtrohesh nga njerëz që thonë unë aktivizoje, unë e boje, unë këtë, unë atë, ajo nuk zgjohet në botë. Pse? Sepse nuk është ke sa po shpjegova më herët. Ti nuk je gati. Nuk je gati edhe nuk është edhe ke energjia jote, ke geometria jote, ke frekuenca jote, ke ADN-ja jote dhe ke shpirti jote. Ke shpirti jote që të aktivizohet. E shef? Gjërat janë shumë të thella se sa kaq. Se përndryshe ti mund
Nëse një njeri mundohet me të dyshu ty në hanë energjike, çoj energji këtu, merr këtu, bam, ti mund të vdesësh. Nuk e përballon dot. Se si je, nuk je destinu për atë punë. Janë zinxhir gjëra. Ti mund të vdesësh ose ti mund të kalosh gjëra shumë çuditshme sa mund të shkosh në vdekje. Prandaj nuk është për gjithë kjo rrugë. Të thush ti po mirë, mas 10 vjetëve, 20 vjetëve, po. Kur ti gjatë këtij inkarnimi, se po e zjas edhe shumë, gjatë këtij inkarnimi për shembull, nëse ti mund ndryshosh, quhet timeline, anglisht, kohën e, me fjalë, rrugën e kohës, nëse ti mund ta ndryshosh, timeline, me fjalë linjat e kohës, mund të ndryshosh në këtë inkarnim, sepse toka, ne kemi në tokë është e vetmja, mund të ketë edhe planetet e tjera, por toka është një planet që ne, si shpirt, si entitete, kemi zgjedhje të lirë. Nuk kemi zgjedhje të lirë. Zgjedhja të lirë është ne mund të bëjmë çat mund të bëjmë këtu çat kemi qejf ne. Mund të shkojmë nga ana negative, mund të shkojmë nga ana pozitive. No asnjëri nuk na ndalon. Po në bazë të zgjedhjes kemi edhe pasojat pastaj. Nëse ti zgjedh anën e mirë, ke pasoja mund gjenerosh energji pozitive. Siç është karma, gjeneron pozitiv. Nëse ti anon nga ana negative, gjeneron karmë negative dhe atë të përjetosh negativitet. Pra, shef, në tokë është zgjedhje e lirë. Pra, dalim ke zgjedhja, e kam fjalën këtu, që nëse ti ka përcen linjat e kohës, për shembull nuk je destinu që shpirti nuk është destinu dhe nuk e ke ADN-ja që ti mund të përjetosh një sim kundalini, por nëse ti, për shembull nga një herë në ditë, në një herë në ditë që duhet meditosh ose mediton, nëse ti mediton 5 herë në ditë, ti ndryshon linjat e kohës. Pra, i ka përcen shumë shpejt. E përshpejton procesin e zhvillimit. Pra, kalon nga nëse në këtë inkarnim shpirti ka thënë, ok, në rregull, unë këtu nga 0 deri 100 do përjetoj këtë kohë, sepse du ta bëj avash. Nëse unë do meditoj një herë në ditë, në një orë në ditë, unë do shkoj nga kjo pikë deri te kjo pikë në këtë inkarnim. Po nëse ti zgjedh që të meditosh 5 herë në ditë, atëherë ti këtë rrugë do ta shkurtosh. Nga 100 vjet do ta bësh 10 vjet. Edhe mas 10 vjetëve ti do kalosh në nivel tjetër. Do të ka përcesh linjat. Kjo quhet linjat e kohës. Dhe ka përcen. Kalon në nivel shumë të lartë, Edhe ku do ta lidh këtë? Kur ti kalon në nivel shumë të lartë, sepse mediton 5 herë në ditë, fjala bie, atëherë automatikisht shpirti forcohet dhe ADN-ja edhe ndryshon. Është automatikisht sinkronizohet. Sepse këtu është zgjedhja e lirë, Pra, e shef, edhe këtu kur ti je gati për zimin e kundalinit, për shembull, ose ti je gati për nivel tjetër, Edhe në këtë inkarnim që ti je, kur ti bën një zgjedhje shumë të fuqishme, për shembull, në rrugën spirituale që të ti hysh fell, ti mund të ka përcesh linjat e kohës, mund t'i përshpejtosh. Për shembull, nga 10 vjet që është mund ta në një vit ti mund të kalosh, mund t'i shkurtosh. Nga 10 vjet mund t'i bësh një vit, nga 100 vjet mund t'i bësh 10 vjet. Edhe ka përcen shpejt, si shumë që kanë bë. Unë shoh edhe shumë që kanë bë, kanë kapërcy linjat e kohës, nga shumë shpejt, janë gradu shumë shpejt, kanë hedhë shumë shpejt, sepse është zgjedhje e lirë këtu në tokë, shef? Edhe kjo është një faktor i zimit kundalinit. Tani,
Le të flasim pak tani për mënyrën tani ose për drejtimin e kundalinit, Pra folëm qa është, si është, kryesorja është aktivizimi edhe balancimi i çakrave, këtë funksion ka, simptomat, folëm që është nëse ti je destinu ose nuk je destinu ose është kjo ADN-ja, kështu me radhë. Tani flasim pak për se un kam dëgjuar edhe u zgju kundalini, do dali ky talent, bëhet kjo, si mund ta bëjmë, kjo është kështu, kjo është ashtu. U zgju kundalini, tani ti do bëhesh gjini, ose ti do dalin talentet të reja, kështu me radhë, ose bëhesh. Le të flasim kjo pikë tani. Tani, zgjimi i kundalinit është aktivizimi i sistemit tat, edhe balancimi i çakrave, pastron, aktivizon çakrat me pak fjalë. Dhe mund ta shohim edhe në këtë mënyrë. Kur unë kam një trashëgimi në ADN-n në anën negative, atëherë unë kur përjetoj një zgjim të kundalinit, flas ke talenti ose ke aftësitë që mund zhvillohen, kjo pikë tani. Kur sistemi aktivizohet, ne na shfaqen edhe talente, ne na shfaqen edhe aftësitë forcohen tona. Se është zinxhir procesi. Aftësitë ne mund bëhemi, ne me fjalë mund të fuqizohemi nga kjo pjesë. Tani, kur ti ke një ADN ose një trashëgimi nga ana negative, që është një kod negativ ka ADN-ja, je programum nga ana negative, para se të inkarnosh këtu në tokë. Me fjalë, kur ti ke një program negativ në ADN, kur merr zgjimin e kundalinit, do shkosh në anën negative. Ana negative do fuqizohet më shumë. E shef? Pra ana negative ty do të fuqizohet. Do bëhet më e fortë. Sepse kundalini nuk është krijuesi, nuk e ka kriju kundalini që të vetëm anën e mirë. Krijuesi nuk ka bërë diferenca, krijuesi nuk ka bërë dallime, krijuesi ta ka dhënë ta ka dhënë energjinë, po ti me energjinë mund të bësh çfarë dush, mund ta përdorësh për keq, mund ta përdorësh edhe për mirë, nuk ka gjykim. Edhe krijuesi nuk e ka kriju vetëm për një funksion. Krijuesi ta ka dhënë ty thikën, po ti me thikën mund të presësh bukën, po ti edhe me thikën mund t'ia ngulësh një personi në zemër. Pra thika ka dy funksione. Me thikën ti pret bukë shtëpia, po me thikën mund t'ia ngulësh edhe një personi në zemër. Edhe gjithë struktura energjike kështu funksionon, edhe me energjinë. Ti mund të përdorësh bioenergjinë për mirë, po ti mund të përdorësh edhe bioenergjinë për keq. Ti mund të përdorësh magjinë për mirë, që mund të bësh mirë, vetëm për mirë, po ti mund të përdorësh magjinë edhe për keq. Pra, shef, energjia është, po, mënyra ose zgjedhja që ti do ta zgjedhësh me përdor është në bazë zgjedhjes që ti, ose është në zgjedhjen që ti do marrë, që do vendosësh. Nëse ti vendos këtë mënyrë, do përdorësh këtë mënyrë. Krijuesi nuk e ka kriju energjinë për një anë, për të dy anët. Dhe në bazë zgjedhjes që ti do bësh, ato përjetime do përjetosh. Dakor? Edhe kundalini, kur ti ke një kod ka ADN-ja,
anës negative, kur merr një zgjim Kundalinin, Kundalini e fuqizon këtë pjesë, e forcon, e qinfishon anën negative. Vup! Dhe ty ana negative të zhvillohet. Çfarë të thotë kjo? Ti mund të fillosh të bësh magji të zezë. Ke magjia zezë ti mund të jesh shumë i fuqishëm, sepse ke energjia Kundalinit ka aktivizu. I aktivizon çakrat e pastron është komplet ka forcu sistemin. Pra shef? Kur ti ke një kod pozitiv ke ADN-ja, edhe kur energjia Kundalinit zgjohet, atëherë ty ana pozitive do të qinfishohet. Pra, ti mund bësh shumë, me fjalë mund të bësh mirë, vetëm mirë. Vetëm mirë, sepse je në anën pozitive. Pra, Kundalini e ka forcu këtë pjesë, sepse, shef, është baza jote është, ose ke kodi i ADN-s është pozitiv. Trashëgimia e kodit e ADN-s është pozitive. Pra, Kundalini e fuqizon këtë pjesë. Nëse ana jote e kodi joti i ADN-s është negativ, Kundalini kur zgjohet e fuqizon këtë pjesë, e fuqizon. Shef? Mund shkosh nga ana negative, mund shkosh edhe nga ana pozitive. Që Kundalini nuk është vetëm për mirë, Kundalini është thjesht i fuqizimi i sistemit atë. Që shumë njerëz nuk e ndin akoma këtë lloj diferencë. Shumë njerëz kujtojnë që doli u buzju Kundalini, jepi tani. Jo, Kundalini mund zgjohet edhe ke një person që është shumë negativ. Dhe ana negative i forcohet edhe fillon ana negative e forcon. Magjia e zezë ai e forcon. Që mund bëhet shumë i fuqishëm nga kjo anë pastaj. Shef? Kjo është Kundalini, një fjalë, nuk duhet ta përzim kjo. O si Kundalini, na dolën talentet e reja. Po, dolën talentet e reja që mund të fillosh, ana jote e errët mund të zhvillohet, ana jote e errët mund të forcohet. Pra varet nga ADN-ja. E shef? Kundalini tani nëse ti ke një trashëgimi nga jetët e kalume, nga ana intelektuale, për shembull që thash mos i hymë këto ADN se këto më radhë. Nëse ti ke me pak fjalë trashëgimi me fjalën, shpirti ka trashëgimuar një anë shumë të fortë nga ana e intelektit, kur ti merr një zgjim të Kundalinit, ty ana intelektuale të qinfishohet. Pra bëhesh më intelektual. Që është intelektuali është për shkollat e për këto leksionet në për shkolla që duhen për jetën sociale ose bizneset privat që të kenë menaxhim të mirë këto. Kjo është ana intelektuale, flas për këtë. Kalkulimi, leximi, menaxhimi, këto gjërat, ana maskullore. Pra, nëse ti ke një aftësi nga kjo anë, pra Kundalini të qinfishon aftësitë tuaja nga kjo anë. Ti mund të bësh shumë intelektual. Nëse ti ke një trashëgimi nga shpirti, nga ana intuitive ose ndjenjes, intuisis ose ndjenjes, kjo mund të qinfishohet. Intuita dhe ndjenja mund të qinfishohet. Pra, intelekti është mashkulli, intuita është femërore. Fra ana femërore ty mund të forcohet, mund bësh jo psychic, po mund bësh shumë i ndjeshëm, shumë intuitiv. Intuita jote zhvillohet. Kurse psychic është anon edhe ka ana femërore dhe psychic. Mi fi psychic medium për shembull. Që arrin të manipulosh shkollaj, të shohësh energjinë për te trupit fizik, manipulosh shkollaj, mund të punosh me energjinë. Kjo psychic, ose medium, që arrin të komunikosh me botën tjetër, që ose shpirti jot ka trashëgimuar një pjesë të fortë të kësajt, që
Trashëgimia varet edhe nga punët që ti ke bën në jetën e kaluar, nëse ti ke punuar shumë ke kjo pjesë e ke zhvilluar këtë pjesë shumë, edhe automatikisht do të sinkronizohet ke jeta tani. Dhe kur bëhet zgjimi kundalini, te shpërthen e hape që fishon këtë pjesë, këtë kategori. Dhe ti mund të bësh edhe shumë psychic, e shef? Këtë ka kundalini, ose nga ana e trupit, nga ana fizik, trupit fizik, kur ti je shumë i shnetshëm, kur ti ke trashëgimu nga ana e trupit fizik shumë të fortë, shumë të fuqishëm, kur ti me një zim kundalini, ty trupi fizik mund të forcohet nga ana e muskulit, mund të fishohet, forca e trupit fizik mund të fishohet, mund të bësh shumë me muskull, mund automatikisht e forcon, sepse është trashëgimi, e forcon pjesët që ti ke trashëgimu i fishon. Kjo është kundalini. Këtë bën kundalini. Pra, që mund të flasim pra për kundalinin. Tani, kundalini, po u zju, nuk futet prapë me që të thush, futu me tani se marova punë, ja. Kjo të zjasi për gjithë jetën sa ti të kesh inkarnimin në këtë tokë. Është një bekim, është një dhurat dhe pranoje në këtë mënyrë. Je konstant në lëvizje. Kundalini me fjalë energjia është konstant në lëvizje të pastrimit të chakrave edhe komplet sistemit. Chakrave je pastron dhe i aktivizon. Se sa do zjasi aktivizimi, ajo është në varësi të bllokimeve që ti ke, edhe procesit si ti e kupton edhe sa e ti e lejon edhe sa e ti e lufton. Po ti punosh gjithë pjesët sa më shpejt, aq më shpejt mund ta kalosh. Mund zjasi me muj, mund zjasi edhe me vite, Është në çdo person është ndryshe. Unë personalisht kam 3 vjet e gjys, gati 3 vjet e gjys që kam përjetu këtë me fjallëzimin e kundalinit. Po nuk do të hyj në detaj tani se eksperienca ime është ndryshe nga jote, po du të bëj një përmbledhje gjenerale. Tani, qa është shumë e rëndësishme ke energjia kundalinit? Tani, shumë e rëndësishme është që ti duhet i përshtatesh shumë shpejt ushqimit. Pse? Sepse kur energjia kundalinit të pastron chakrat shpejt ty, aktivizon dhe pastron chakrat shpejt, ti nuk mund të hash më i ndyrna. Si që është mishi derit, është shumë, ka energji shumë të rëndë, mishi derit, për shembull. Dhjamnat, qa janë to dhjamnat, e gjojnat kanë i ndyrë shumë të rëndë. Kalon direkt në sindrom kundalinit. Quhet sindrom kundalinit. Se kur ti hanë e blokon çakën. Kur ti çakën e blokon, kundalini thotë, avash se jam unë këtu, po unë këtu. Është aktivizuar, edhe ka punë pastaj me çakën i bën, bam, derisa aktivizoj. Mirë po, kur vazhdon ky proces, ti do manifestosh simptoma nga më të çuditshmet, shpërqendrim, depresion, pajumësi, çojtime nga më të ndryshmet. Pse? Sepse po vazhdon punën e kundalini. Se ti sa po e ndote çakrën, edhe kundalini thotë, unë do të po, da pastroj, vazhdon. E shef? Edhe manifestohet edhe në simptoma. Prandaj do heq e sigurt mishi derit, se mishi derit është shumë i rëndë. Mishi derit është mishi derit ka energji shumë pisët. Do heq, edhe e kontaminon direkt chakrat, e pikat energjike, sistemin. Njalat me i ndyrë shumë të rëndë, do t'i heqesh. Njalat kanë shumë i ndyrë shumë të rëndë. I ndyrë është shumë e fuqishme, shumë e rëndë, shumë e ndotër, njala. Do heq, se manifeston direkt sindrom, kalon sindrom, kundalini sindrom, direkt.
thash nga më të ndryshmet. Qa duhet heqësh? Me fjalë, kjo është më kryesorja, ke mishi. Ke mishi me ndyrna shumë të rënda. Do t'i eliminosh në mënyrë kategorike, direkt mishin, kjo që duhet bësh. Tani, unë nuk po them që ta eliminosh mishin direkt, sepse është e pamundshme që ti ta heqësh mishin direkt. Ta kalosh në këtë fazë, është e pamundshme. Është shkatruese që ti të heqësh mishin direkt. Sepse trupi është mësuar në tjetër mënyrë. Tani, edhe nuk ndryshon. Po çfarë ti duhet bësh? Këto duhet i heq. Yndyrnat e mishit, siç është mishi i derit, njalat edhe këto yndyrnat e rënda, do t'i heqësh, po do hash mish të lehtë, siç është mishi i pulës, peshku. Është mish, po jo me yndyrna shumë. Kleta, siç është mishi i pulës edhe këto edhe peshku, nuk ka yndyrna shumë, mund të konsumosh në këtë mënyrë. Si fillim, Pastaj do me muj do ta rrallosh nga pak. Me fjalë, në një vit mund ta përgjithësosh 50% të konsumimit mishit, për shembull. Në një vit mund ta përgjithësosh. Gradualisht do ta ndërtosh. Në këtë mënyrë, kjo është mënyra më e shnetshme për ta eliminuar mishin. Jo direkt, se s'mundesh. Ose të shkatron më keq. Po avash do ta eliminosh. Në vitin e dytë eliminon 60-70% në vitin e dytë. Në vitin e tretë eliminon 80% të mishit. Në vitin e katërt eliminon 100% të mishit. Do vite që të ndërtosh, përshtatet komplet sistemi, jo direkt, sepse të shkatron. Që të balancosh energjinë e kundalinit shumë shpejt, të hash ushqime të gjalla dhe të freskëta. Flas, do ta ndërtosh tani sistemin tënd, jo direkt, sepse s'mundesh, trupi nuk e përballon dot, trupi nuk i përshtatet dot direkt, po gradualisht do ta ndërtosh. Ushqime të gjalla dhe të freskëta. Çfarë do thotë kjo? Jo ushqime të përpunuara, sepse ushqimi i përpunuar ka energji të ndodhur, edhe nuk ka energji fare. Ushqimi i përpunuar. Ushqimi i përpunuar, ti e din çfarë është ushqimi i përpunuar. Çdo gjë që është e përpunuar, energjia i ka hik, nuk ke energji më. Mirë kjo, po rrin edhe shumë në shqiptare, rrin edhe shumë në transporte, edhe i kontaminohet nga energji më të ndryshme, më të pista. Edhe ti han, edhe është kështu që kjo do heq. Kurse ushqimi i freskët, i gjallë, e ka energjinë akoma, është gjë e gjallë, edhe është në jetesë. Është gjallë akoma. Dhe nuk është shumë i ndodhur, edhe është i freskët, edhe kur ti e merr, se ti e gjë e gjallë. Gjë e gjallë don gjën e gjallë. Ne jemi gjallë, trupi don gjën e gjallë që të konsumoj, jo gjën e vdekme. Trupi nuk e pranon gjën e vdekme. Do gjë të gjallë, sepse ti je gjallë, gjallësi i gjallë. Pra, të konsumosh ushqime të gjalla dhe të freskëta. Dakor? Do ta ndërtosh sistemin. Të heqish mishin, sepse ka energji shumë të keqe. Mishi ka edhe këtë tjetrën, që edhe shumë njerëz nuk e dinë, ke mishi. Një kafsh, gjatë përjetimit dietës që ka bërë kafsha, ka edhe stresin, ka pas strese, ka pas smundje nga më të ndryshmet. Pastaj kur therr kafsha, ka kalu edhe në stres akoma, në depresion akoma më të rëndë. Dhe ku ka shku gjithë kjo energji që kafsha ka përjetu kur ti e ke therr, është fut ke mishi. Se energji, menja, gjithme, edhe kafsha ka, si që kemi, ne edhe kafsha përjeton stres, përjeton drama, përjeton gjëra të tilla, sidomos ku ti kur e therr, ajo përjeton edhe atë lloj përjetimi negativ, dhe futet edhe në mish. Energjia observohet, ose s'po gjej fjalën, edhe në mish. Dhe rrin. Ajo therret, mishi transportohet, edhe ti e han. Kur e han, ti e han energjinë që kafsha ka lënë aty. Energjia nuk hiket.
është aty ke mishi. Pra e shef, është edhe kjo anë. Ti kur han gjithë, ti kur e merr atë mish, dhe marrësh edhe ato emocione, ato ndjenja, ato përjetime që kafsha aty ka lanë ke mishi, sa është lanë ke mishi, i ken mish. E shef pra që mishi është shumë i rrezikshëm nga kjo pjesë. Pra, kur ti e merr mishin, kundalini, energjia kundalini, ti i fut gjithë to psikike ke trupi, ku energjia kundalinit është për këtë punë që të pastroj, edhe do vazhdoj punë. Kur të vazhdoj punë ajo, do manifestosh rrime ti pastaj. Ose do nga më të ndryshme, pra, je i detyruar që ti përshtatesh ushqimit. Je i detyruar, nuk ke rrugë mrapa. Harroje. Harroje. Shef? Pra, folja më edhe për këtë. Se nuk do të hyj shumë, po kjo ishte më rëndësishme, ushqimi që ti përshtatesh, se ka edhe shumë gjëra që duhet përshtatesh. Do të përshtatesh edhe mendimeve, do të përshtatesh edhe fjalëve, emocioneve, po këto tani janë shumë mos i vim këtyre gjërave tani, se çfarë po to mësohen avash gjatë rrugës. Që po do të flas për kryesorët baza. Gjëja tjetër që ti duhet bësh gjatë simit kundalinit, ti duhet të ushtrosh ushtrime fizike, sepse duhet kur ti ushtron ushtrime fizike, i jep mundësi komplet si jo vetëm kundalini, po komplet sistemit që të rigjallërohet, pastrohet, aktivizohet në mënyrë natyrale. Se ti kur bën ushtrime fizike, vrap ose palestër ose marrim të thjeshtë, po hyj qigunit e këto nga ana marciale, po hyj se është shumë e komplikuar tani për ty, për gjithë, po kur po vrap e palestër e këto, kur po aktivitet fizik, çakrat pastrohen edhe aktivizohen. Pra e ndihmon. Ushtrimet fizike pastrojnë edhe aktivizojnë çakrat. Pra do bësh ushtrime fizike. Ushtrime fizike që të ndihmoj për procesin e kundalinit, se kisha edhe diçka në mendje, po më hiku. Për kundalinin, po nuk më hiku nga menja. Pra e shef, kjo është mi fjalë për mbledhja e pak, se më hiku, nuk e di. Kisha një diçka shumë të rëndësishme për thëmë, më hiku. Tani, çfarë mund flasim pra për kundalinin? Kundalini, kemi edhe energjinë seksuale, po energjia seksuale është për një video tjetër, sepse mund zjallë si pra me orë tani, me folë për energjinë seksuale, po ka efekte tjera. Energjia seksuale është po prap kaq e fuqishme sa energjia kundalinit, është zjarr. Ka edhe nuk përmahet, po ka një ndryshim se energjia seksuale ka mënyra tjera menaxhimi dhe funksione tjera nga kundalini, po të dyja janë shumë të rëndësishme. Unë praktikisht praktikoj të dyja me fjali, i menaxhoj të dyja, edhe kundalinin edhe energjinë seksuale, se janë të dyja të rëndësishme. Po kjo, unë do flas për energjinë seksuale kur t'jetë momenti. Se çdo gjë do edhe kohën e vet, në momente kur t'jetë edhe interes edhe kështu me radhë, çdo gjë do kohën e vet. Kisha një diçka për të kundalini me shtu, po më hiku. Pra kaq për kundalinin, Qa duhet shosha tjetër, më hiku nga menja. Nese. Pra, kjo është energjia e kundalinit me pak fjalë. Ta shtoj edhe këtë tjetër, tani. Po, më erdhi në mend, tani. Ka njerëz që thënë, unë kam 10 vjet në rrugën spirituale dhe
unë nuk kam përjetuar energjinë e kundalizimin e kundalinit. Ka njerëz që kanë 1 vit në rrugën spirituale, ose s'kan fillu fare në rrugën spirituale, edhe e përjetojnë direkt si që përjetova unë. Dakord? Unë e përjetova direkt. Unë e përjetova energjinë e kundalinit kur takova, quhet twin flame, twin flame në anglisht, term anglisht, ose flaka, le ta përkthejmë shqip, flaka binjake, quhet, flaka binjake, është shpirti jot në pjesë tjetër, është shpirti jot, po i ndam në pjesë tjetër që është këtu për të aktivizu ty, ose aktivizu njëre tjetrën. Jo gjithmonë këto aktivizojnë njëre tjetrin bashkë. Një mund të aktivizoj këte, dhe tjetëri mund vazhdoj rrugën, edhe tjetëri mund të riktu. Pse? Sepse kështu janë programu. Mund të ketë shumë arsye dhe shumë misione pse shpirti ka zjell këtë mënyrë forme. Në rastin tim, unë u aktivizova, edhe ajo u aktivizu, po në mënyrë tjetër. Pra unë takova këte femnin edhe u aktivizova. Edhe kështu ndodhi zimi i kundalinit, energjisë time kundalini. Përje, shpërtheu, me fjalë, mrena 6 muajve, mas 6 muajve unë arriti ke chakra crown. Pra ishte një proces me muje, që nga këtu atje, se s'do i hynë detaj tani e gjithë simptomave. Pra, e shef, u bo shumë i shpejt. Ka njerëz tani që kanë 10 vjet në rrugën spirituale, edhe thojnë, unë s'kam përjetu këto lloj fenomene çuditshme në sistemin tim. Ku qëndron kjo tani? A ka marrë ai zimin e kundalinit? Ai thot jo. Ai e ka marrë zimin e kundalinit, po zimi i kundalinit është bërë në mënyrë tjetër ke ai person që ka 10 vjet ose 20 vjet në rrugën spirituale. Është bërë në mënyrë tjetër. Sepse ajo është inteligjente. Ajo e din sa ti përballon edhe të jep shkëndin. Është shumë inteligjente. Ajo e din sa ti përballon edhe tak bëhet zimi, bëhet shumë i avasht. Avasht. Në fjalë, vitin e parë hapet këtu, vitin e dytë hapet këtu, vitin e tretë shkon këtu, të katërin, pestin, 6-in, 7-in, 8-in, edhe 9-in, avasht, dhe kur ajo arrin chakra crown, ose trunin nalt, nga poshtë nalt, ka zjatë 10 vjet edhe ti se ke kuptu, sepse është bërë në mënyrë shumë të avasht, sa që ti se ke kuptu. Edhe thu, unë s'kam përjetu zimin e kundalinit. Jo në gjithë rasteve, po shumicën e rasteve, pra është bërë edhe zimi i kundalinit ka ai, pa ai nuk e ka përjetu në këtë formë. Është thjesht mënyrë tjetër. Sepse sistemi është inteligjent, krijuesi, vetja jote nalt e din sa ti përballon edhe aq të t'japi. E shef? Pra, është edhe kjo tjetra. Se ka shumë rrugën spirituale, s'do të thotë gjë që ti ke zimin e kundalinit, unë se kam dhe unë s'kam njëjtën forcë. I ngatrojnë gjënat. Kujtojnë se unë nuk kam unë nuk kam marrë këtë lloj zimi kundalini, por unë jam rrugën spirituale, kam 10 vjet dhe jam edhe shumë dikte. Dakord? E ke marrë edhe ti zimin e kundalinit, po nuk e ke përjetu në mënyrë aq të fuqishme, është bërë avash, në atë mënyrë sa që ti se ke kuptu. Nuk e kuptu, është në fat gjatë. Kjo. Tani, kundalini ka dhe faza. Dalë tani tem tjetër, në koncept tjetër tani. Në qoftë se unë para 3 vjetë, gati 3 vjetëve gjys, kam përjetu këtë lloj zimi kundalini, ka ishtë fuqishëm, shpërthim i komplet, sa su bona për spital. Tani kjo është me faza, kjo është faza parë, për shembull, shef? Unë balancova sistemi komplet, për shtatë ushqimit, bëj me merrem me aktivitet fizik, lexoj, edhe kështu, jam në proces zhvillimit të ngritjes frekuencës
zhvillimi personal, spiritual e kështu me radhë, gjithë to jetës holistike me pak fjalë. Pra e shef, unë e kam balancu fazën e parë. Po Kundalini nuk mbaron deri këtu. Unë më vonë ka rrezik, mund të përjetoj një zgjim të dytë të Kundalinit, të nivelit më të fuqishëm. E shef? Është me faza, është 2, pastaj 3, pastaj 4, 5, besoj se deri në 7 faza. E shef? Pra zgjimi është me faza. Sepse ti aq përballon për momentin dhe atë zgjim ke marrë. Pastaj mas disa viteve kur ti ke balancuar sistemin e ke neutralizuar, pastaj do hash goditje tjetër më të fortë. Sepse je gati. Universi e di që ti përballon dhe do hash një zgjim më të fortë. Me fjalë, energjia Kundalini do bëhet më e fuqishme herë tjetër. Është aktivizuar, po nuk është më në atë grad e lehtë që është, po do bëhet zjarri do fuqizohet akoma 2 herë më shumë më i fortë. E shep, jo faza 2. Pastaj ke 3-ën, pastaj ke 4-ën. Nuk mbaron. Kjo është shumë e rëndësishme, Deri në 7, besoj deri në 7 grada. 7 nivele. Sa do arrish në këtë jetë, në këtë inkarnim, ajo është çdo gjë në bazë të individit, nuk është e thënë që do, po e shef në këtë fazë. Ka me fjalë është edhe kjo rrugë, është edhe ky proces i Kundalinit, Kundalini nuk mbaron ndonjëherë. Këtë desha me shtu, se ishte shumë e rëndësishme kjo. Besoj që të kem dha një ide, një ndim, një këshill ose një eksperiencë edhe nga ana ime për energjinë e Kundalinit edhe t'ju ndihmoj juve që jeni në fazën e zgjimit, siç jam edhe unë, edhe gjithë ne. Dhe shpresoj që t'ju ndihmoj kjo video. Dhe për çdo gjë prap më kontaktoni dhe unë do gjej kohën, se jam edhe shumë i zonë për momentin, do gjej kohën që me anën eksperiencës time dhe njohurisë dijes time të ndihmoj publikun dhe juve sa më shumë që t'jetë mundur. Faleminderit për shikimin, kohën që ju morët, dëgjimin dhe shihemi shumë shpejt. Mirupafshim.